Gota, shpejt në përvëndit tuaj, sepse kemi një mal me probleme me gjëra. Në fakt, në pjesë të tretë do flasim pra diçka transmetuam dje për dhunën në shkollë, mësuesit, do thot dikush a morën masa. Nuk dua të jem po nuk jemi këtu për të hequr një mësuese nga puna më njerëz. Ta demonizoj, patjetër që do ikë dhe jemi këtu për të rregulluar sistemin i cili është në dishes pa frenadore. Okej, mendoni se kjo shkolla 100 vjetori është e vetmja në këtë vend? Sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Dhe mua më vjen keq në fakt që nuk u gjet arsyeja baza e gjës për të ndryshuar gjithçka në një kohë të tillë siç është arsimi, siç janë marrëdhëniet mësues nxënës apo dhe anas tjetras. Po u kalua në një mas, në një ndjekje penale dhe e merituar patjetër, po nuk pa njëri post kësaj për çfarë ka nevojë sot sistemi arsimor, marrëdhënia mësues nxënës, mësues, autoriteti mësuesit, hapësirat ku japin mësim mësuesit, klasat me 60 veta apo kështu nxënës, kupton që është pamundur të përballojë. Testet psikomotorike të herpaser të mësuesve, ose duke i larguar pas 30 vjetësh mësimdhënie, është e pamundur, digjet, nuk më amo, digjet turboja, filloha djeg vaj, patjetër që po. Nëse përpara se të kalojmë ky moment, do flasim për një histori që dikujt i kanë rënë me makinë vajza. Ky e kishte makinën parkuar, në fakt vjen njëri me furgon, lushje ka bovaki. Vjen njëri me furgon, dëngën e i ra makinës, i la dhe një letër për hit vërtetës, qytetari i tha, jam filani, më telefonon kur ta shohësh makinën e dëmtuar. Sa më pëlqejnë këto gjestet. Është qytetaria e vërtet, po. E morin telefon, tha prit, mirë, po pas telefonatës parë, sikur... Tha prit, e lanë pritje. Uftofën pak gjërat. Uftofën pak gjërat, ndoshta bër pishman që pse i lash numrin, e tjerë, jo po do makinë 3, jo më vllas do makinë 3 do të i, mere ma rregullo makinën, sa bo, po sa të boj, qojmë servis ma rregullo. Jo, po se kështu e ashtu, sigurisht makina ka një... Se është bërë dëmi, duhet bërë. Makina ka një deformim shasie, se kur nuk është një dëmi madhë, jo. Glasaritja fenerit është problem, shasia... Do eci makina kështu zdrëngfi, po... E, po si ato knyshte venjën, vajza, ke përsi shkorajnë shumë, që eti kështu onash nuk etin drejt. Që etin... Hapi i parë. Më 8 shkurt të 2026-ës, rreth orës 22:30, tek lagja e re Savër ndodh një aksident. Furgoni Sprinter i bardh, i cili drejtohej nga drejtuesi i këtij automjeti, Pepa, siç e shihni përplas këtë mjeti këtu, tip Benz, i cili ishte i parkuar dhe këto janë pasojat e dëmit. Dhe duke qenë se kjo është një zonë e populluar, siç ka shtëpi banimi apo biznese lokale, drejtuesi i furgonit lën numrin e tij pas dëmit pikërisht këtu. Dhe të nesërmen, Eduard Sharka, i cili është drejtuesi i këtij mjeti të dëmtuar Benz, e telefonon. Dhe që nga e kohë deri më sot, ndonse kanë kaluar pothuajse 2 javë, gjendja është në vend numër A. Kush të njoftoi për aksidentin? Më njoftoi një shok që kishte parë, vi këtu te lokali, ka thënë ka lënë numër, e marr personin. Ku do takohemi që të rregulloj makinën, si njerëz. E marr një herë, 2 herë, jo do vi tani, jo do vi pastaj dhe nuk po më zgjidh hall. Për këtë arsye ti nuk ke bërë as denoncim tek policia rrugore apo të njoftosh institucionet? Se thash njerëzore, një arrestimit, mund përplasem dhe unë nesër, mund ta bëj dhe unë tillë veprim. Edhe mendova tash se mos e zgjidh vet. Djalin tani në fjalë nuk po më zgjidhte punë, vetëm gënjen. Tani mos po gjej rrugë zgjidhje. Eduard, ti ke siguracion? Po, kam. Nuk është puna se e ke bërë këtë se s'ke pas? Po, kam. Jo, as pak, e kam bërë njerëzore. Odet, ja ku është siguracioni, që marron... Në gusht të 2026-ës përfundon. Po. Vazhdojmë vazhdimin. Një 2 milion lekë, tha im kanë kërkuar serviset, po vita marri me karo 3. Tani edhe ky, duke parë numrin e telefonit që ka lënë, ka thënë nuk pa e marr policinë, sepse besoj që do merremi vesh. Pa pra, kjo është, për sa kohë i ka lënë numër telefoni, dhe është një që mos di policia të bëjat proces verbal, nxjerrë fajtorin. Mi po tash që ndodh me ky zotëria që kishte furgonin për plasi, duke kaluar ky afati,
5 ditori, drejtë stankimimi, thotë, Ta kishe kap atër ku ishte. tashi, që di Sa bëjnë? kishe kohën, që ti bëjnë të shi? Së shumë gjatë u mendove ti të shi? Ja, pra vazhdimi. Makina, si të shihet, është plotësisht e dëmtuar. Këtu, në pjesën e pasme të saj, goma nga krau tjetër, edhe këtu pak. Je interesuar sa shkojnë të dëme? Jam interesuar dhe është tyrë sasia makinës, është dëmtuar edhe nuk bëhet për arsye se është baza komplete e makinës, një mekanik që më ka thënë formale, shkon diku te 2 milion lekë dhe nuk bën më makinë. makinë. Makinën ti? Unë e kam bler 3,5. 3,5. Po. Domethënë dëmi është i konsiderueshëm, duke përllogaritur vlerën e makinës, apo jo? Po. E kam marrë 2-3 herë, e kam takuar, thjesht më ka gënjur edhe pastaj unë detyrova vatet e policia, erdhën thjesht morën fotot, gjërat. Thanë bisedo me djalin prap, se ka kalur kohë, ka kalur 5 ditë edhe në Nuk ke të drejtën që të bësh ankesën pastaj? Po. Për sa i përket siguracionit? Po. Sepse presupozohet që ti me palën tjetër, pra me drejtuesin e fugonit, ke rënë në mirëkuptim 2 drejtueset e mjetave. Por në fakt, ky pak nuk është zbatuar. Dhe duke qenë se nuk gjeta zgjidhje, u drejtova te stopi edhe inshallah më ndihmoni. Vajtëm në qytetin e Lushnjës, tek një biznes, sepse zotria që ka, si e ka emrin më ky që e ka pas furgonin më? Eduard Qarka? Eduardi. Jo, Eduardi është ky që ankohet tek ne. Artan Pepa. Artani. Artani pas ka një biznes. Vajtëm atje, Odeta vajti, gjithi bashortin, tha, fakt nuk flisë as italisht, as shqip mirë, as anglisht mirë, nuk e di, o e huaj, po. Non e qua, I call you later, forse, maybe, me gjitha të folëm me Artanin. Ndigjeni pak. Si pas informacioneve, drejtuesi i fugonit ka një biznes pikërisht në anën tjetër të rrugës dhe emisioni investigativ Stop tentoi që të komunikoj me personin që ndodhet në këtë dyqan. Aty gjetëm bashortin e tij, e cila ishte shtetase huaj, ku fliste gjysmë shqip, gjysmë italisht, gjysmë anglisht, por na tha që bashorti it's outside, nuk është këtu, është Fier, nuk e di, fier ose dursi? Quando arriva? Un po dopo. Unë po ju le numrin tim, gjithsesi, dhe të na njoftoj. Nuk është ankuar në polici, që të paktën përfitoj nga siguracioni juaj. Tani çfarë ka ndodhur? Si nuk është ankuar në polici? Po nuk është ankuar në polici, para 5 ditësh erdhi kur ti nuk po bie në dakordsi. Jo. Është ankuar në polici. Dëgjoj, në momentin që ndodh aksidenti, ajo quhet ankesa fillestare. Këtu ke policia u keni lënë një lloj pakti me njëri tjetrin para 5 ditësh, apo jo? S'do ai do makinë 3, që di makinë 3. Jo, të lutem. Tashi ky mund të pretendoj që ti blesh dhe avion. Si oficeri i policisë, ka marrë 20 herë telefon, hajde të bëj makinën. Hajde ta marr makinën, ta çoj ta bëj. Po, këtë po të kërkoj. Këtë po të kërkoj. Merr makinën, vlerësoje diku edhe rregulloja kaq. Jo, vlerësoje, do t'i rregulloj makinën më. Po rregulloja pra, po kaq pra është e zgjidhme. Po shkoj me siguracionin, të marr siguracionin, le di policia. Po jo pra, se siguracioni nuk shkon tash se ka kaluar fati 5 ditor tash mos bën. Po ti s'e imi, çfarë do unikë zgjidhje gjykat. Jo, dhe diçka tjetër, është dhe faji jote zotri, se ti je fajtor aty. Pse I ke rënë aty ti, sa aty nuk ka ndonjë vështirësi, ishte I pirë, si ishte I pirë. Do t'i hapësh taksiratë vetes me polici, me prokurim e gjëra tjera. Ty të mund të hiqë edhe patenta për atë aksident. Le ta heqin më. Po mirë, dakor, nuk bie në dakordsi me ja marr me ja rregullu makinën. Po ja rregulloj makinën, ai do lek më. Kaq, jo, nuk do lek ai. Nuk do lek e kam këtu. Thuja që nuk do lek. Do lek sot. Jo, do rregullosh makinën. Rregulloja dhe jemi në rregull. Ja kam thënë që ditën e parë. Po mirë pra, këtë realizo. Nëse kërkon lek pastaj më thuaj mua, e sistemoj unë. Pra, deri tani po flisim për një shqetësim. Tani do të flasim për një hall. Nga ky moment do fillojmë të trajtojmë një hall. Qyteti I Lushnjës. Fillon morbur, simptomat e para janë shqetësim. Pastaj të rritet temperatura, bllokohet hall. Qyteti I Lushnjës, vajza, bëheni pak kështu Lushnjës, bëheni kështu Lushnjës. We love you. Qyteti I Lushnjës nuk pas ka sektor të qarkullimit rrugor. Fare? Ja, fare. Qarë thuti? Po të gjoba që mi vënë më Lushnjë, kush mi vë? I vek të atë fjerit. Vyet në Europë me brek grisra, uaton. Pa, lirëshëm. Pra, gjoba që hajmë Lushnjë, të atë fjerit. Ta na e bëkën ne. Dhe u e bëjnë që të na e mërzisin Lushnjën ne. Por ne, e kemi për detyrë t'i paralemerojmë. Dhe atëhere,
do t'i qërrohen një retapet. A, bravo. Që mos të ndalojmë ne ka ato byrekët në hyrje të lushës janë. Ke qenë atje, Qa bëhet atje? E kuptoni një qytet që nuk ka fare sektor që e qytet më va. S'ka mërë fare, duhet shkosh në Fier, thot. Ka pas polici rrugore kur është bërë kongresi Lushnjës. Po s'ka ta shi. Se këto bashkime, të qarqet e këto. Është kjo reforma që Këta reformat institucionale. Pra, nga Krahina e bën Shqipërinë me shtete. Arizona, Oklahoma, Texas. Massachusetts. Pra, në qofë se në Lushe u bëgër ka një aksident, duhet të qohet njëri me nderen nga Fieri, tipi makinës, të argjën naft e benzime që është makina. Nëse je Lushnje Nord, e kap Fieri. E kap Fieri. Po ishe Lushnje Sud, e kap Durrësi. Jo, Lushnje Nord e kap Durrësi, Lushnje Sud e kap Vlora. Fieri. Pra e kanë lonë Lushnjen, iqëmëri, fare. Pasane po kalove qik Lushnje, kap edhe Vlora. Pa varë, që mund t'jeshte nga zona e Divjakës, që t'kap dhe Bari. Pi nga Bari, kollaj, e afërtetit. Ma habitet ti. Shumë po t'jeshte lartë fare në Kodrat, mi Lushnje. Por balat e kjanë. Po, mund të vi kjo zona e... Karabinjerët më? Jo. Pulje. Altamura. Elbasa, jo, afo nga deti ti. Ato nga deti t'kap... Nga deti, Bari. Po, t'kap Bari. Tjetra, Mali, jo deti. Mali mund t'vi Elbasane, përshë mund t'vi Korqa. Tetova. Tetova, Gosivari, Dibramove. Me lytë menqëmër. Po Lushnje e gjitha i qytet, më qarë përshë? Nuk i dimër si... Sa atje kam përshqipe nuk ka as këshu, as specialist këto që janë, këto që shënojnë aksidenti, këto ekspert. Duhet të rej makina 4 orë atje për plasën me njëna tjetër dhe sa t'vjej nga Fieri. Edhe nga Fieri Palesi vjen, o vika detimi... Vazhdimi. Vika detimi lale. A, monëra ky venos. Nuk është vika deti. O iki ka detimi lale. O talas. Ti ishe një 4-5 anije të ankoru me në Durrës, si në fënjishin. O që kishin për ti morë shqiptarët nga fillimi, mërë. 4 anijet mëdoja se tila ka 250.000 vetë, që thot, nisja Durrës Europë për 2 ditë. Kanë për t'jam sy atyre tragedeve që janë Durrës, majni men. Edhe, si dikur. Kur ti ki vajza kom i tavolinë arë në shpi që e kom 2 vjetër shumë. Do me e morë me vete. Do me e morë me vete atë. Dijeni vazhdimin. Për të rast, emisioni investigativ stop ju drejtua Komisariatit të Policisë Lushnje. Por, duke qenë se këtu në Lushnje nuk ka sektor të policisë rrugore, kjo e fundit na drejtoi tek Policia e Fierit. Një përfaqësues nga Policia rrugore këtu në Lushnje, kush i merr të rastet kur ndodh aksidente? Fieri. Mora informacion, më kanë dhënë një numër telefoni, më dhanë se në dëvërtje për mitjet. Po. Më ka jap atë numrin e telefonit? Po këtu, person që ka marrë në pyetje. Për çdo informacion do të japja ajo të dhënat. Komunikoj me zëdhënësen për shtyp, Lediana Toti. Tani ai zotëria ka bërë kallëzim në komisariat. Është bërë kthyrja e vendit ngjarjes dhe letrat janë referuar në prokurori. Çfarë mund bëjmë më shumë ne tani? Nëse palët bin dakord të tërhiqet kallëzimi pastaj, ideja është që ky qytetari që ka bërë këtë kallëzimin, ka bërë dhe një deklaratë që nëse bim në dakordsi, unë tërhiqem nga kallëzimi. Kupton? E ka lënë me deklaratë aty. Te komisariati? Po, bashkangjitur me kallëzimin. Që nëse gjëja zgjidhet, unë tërhiqem. Kjo është. Nuk e dija ka detajet, pyes dhe një herë. Pra jemi në situatën ku pala e dëmtuar ka bërë kallëzim në komisariatin e Lushnjës për palën tjetër. Dhe kjo fundit e ka dërguar çështjen tek Policia rrugore në Fier. Mëtej materiali kanë kaluar prokurorisë. Mirë po, pas ndërhyrjes së misionit investigativ stop, duke qenë se me stopin u ndërmjetësuan të dy palët, është bërë një tërheqje kallëzimi dhe qytetari Eduard Sharka i është drejtuar Komisariatit e Lushnjës për të bërë tërhiqjen e kallëzimit. Dhe pas ndërhyrjes së misionit investigativ stop, drejtuesi i fugonit Artan Pepa mori përsipër që të shlyej të gjithë dëmin e shkaktuar palës tjetër.
Merë karotrecin që t'ja qosh me i mekanik, ky të më sjellë i Po video më në po shëndetu. vjen ti si ta marr vetëm më makinë të Si vjen. do vija i... Nesër në orën 10 takoni ke makina, ti më sjell një video që iku dhe kaq. Ama se jam lorën me të më besën. Artan, po kaq më bëj, kaq dhe janë rregull pasaj me tjerat, lutem. Kisha mbi 2 javë që nuk po merrja zgjidhje, tani falenderoj emisionin Stop që ma zgjidhi problemin. Tani do ndishni dhe videon ku ky fundit shkon me karotrec pikërisht tek vendi ku është parkuar mjeti. Pra, u zgjidh, vajte karotreci, si shok, me që i la numrin, e që e ke servisi, mbaroj kjo punë, kaq. Kaq ishte më burr. Kaq për kaq. Kaq ishte më burr. U të rojtë denoncimi i djalit, ja mbaroj. Nëse kjo ishe just form up. Kanë një letër që është makinë që ta japin me siguracionin që quhet kjo marrëveshja e momentit që merresh vesh. Po jo puna që ai s'ka qenë, kishte parku makinën aty dhe kishte ik. Ky i furgonit dëng edhe iku, po i la dhe numrin, në fakt meriton duar të kita, është një akt qytetarie, me thonë drejtën. Thank you. Se dhe mund kishte ikur dhe kishte detyruar nga gjeni nga kamerat. Po pasaj të rëndon të veten. Themi pas pak me një analizë, ma i sa minuta kemi, fakt asaj sërie që transmetuam dje, çfarë ndodhi, dhe çfarë ndodhi post kësaj. Kjo është më e tmerrshmja. Post kësaj çfarë do ndodhi? Qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.